Po pra. Kryeministri jon. Po pra. Ky sa njerëz ka vrarë. Se e dënovi ti tjetrin nga 7 vjet apo 10 vjet që ke për armbajtje paleja bëni 30 vjet, ndryshoi shumë? S'ka vrasje më pra. Ore ndryshon shumë Jo, 10 vjet nga ka 30 më vjet. vrasjes. Ti po bën 10 vjet burg, s'del më vlla. S'ka vrasje më. S'të vjen për dal më. Te dia jet puna po e di ti. Nuk ka më vrasje. Po i fute këta. Problemi është sa njerëz ka vrarë kryeministri, kjo është pyetja që duhet më bë. Sa ëndra ka vrarë kryeministri, sa njerëz ka larguar nga Shqipëria. Kryeministri është duke vrarë çdo ditë njerëz me mënyrën e vet, se nuk ka mënyrë, domethënë vetëm me armë. Po edhe me armë, se këtu i ka përplas njerëzit ai si smaka i përgjegjësi ky 12 vjet, pse s'janë shpërndar pronat? Ky tha unë do e shpërndaj pronën, tha. Kur është shpërndaj ky është shpërndau. Ky është shpërndau pronën. Ja shpërndau investitorëve strategjikë. Ajo pra është ideja. Pra ky ka përgjegjësinë kryesore me kadastrat, me Aluiznin, sa drejtora tu zëvendësuan ty në Vlorë. Pafundit gjithë drejtoritë. Po të gjithë pra, të gjithë drejtorat ikshin nga syt komët. Të njëjta gjë kanë këtu, jo